Partit opozitare të qymë ashtu kushtimisht, se tash kemi një realitet tjetër. Kushtimisht, teknikisht, ose të dëni. Janë kritike ndaj Kurtit, ndaj krejt asaj që ka bojë, që ka qeverisë, edhe po e paraqesin një lloj gjendje alarmante në shoqëni, edhe në rrafshin institucional. Por nuk pesho një sjellje konform këtij alarmi. Po të ishte gjendja vërtet kaq alarmante, ata natyrshëm edhe logjikshëm ish dasht me u taku edhe me u bashku. Se nëse ju nuk takuheni, nuk merreni vesh për një qeveri tjetër, kjo tregon se thirrjet e juaja, alarmimi juaj i shoqënisë i publikut nuk po e merrni as ju vetë seriozisht atë alarm. Nëse gjendja është kaq e keqe, çka po pritni ju me u bashku? Nëse gjendja është kaq e keqe, pse ju nuk po arrini me u bashku për shkak se po kapeni pas posteve konkrete, kush ka me marr postin e kush nuk. Pra nuk po shoh seriozitet të partive opozitare konform asaj çka po thonë. Nëse do të kishte seriozitet në sot, do ta kishim një platformë marrëveshje të qartë, e cila do të ishte përgjigje në disa pyetje. Pyetja e parë, si kanë mundu përgjithësitë? Sot ish dash me ditë. Kush çka ka me marr, qysh e tek. Pyetja e dytë, një paramarrëveshje për presidentin. I bën proces këtë partitë opozitare? Do dal tash edhe ato. Një marrëveshje për agjendën e dialogut. Përparimi e përmendi një çështje interesante. Tha heqjen e sanksioneve. Por heqja e sanksioneve nuk bëhet përmes realizimit të disa kushteve që ne kanë qitë përparim. Kushte. Aja është në gjendje qeveria e re që do të vi, mi plotësu ato kushte. Me qu draft statutin e asociacionit gjykatë kushtetuese. E plot gjërat e tjera që lidhen me dialogun. Pra janë çështje shumë komplekse, të cilat nuk zgjidhen pa një negocim serioz mes këtyre tri partive të mëdha. E këtë negocim serioz nuk jam duke e pa, ose nuk kam informacione, por si duket s'ki ka me pas informacione se nuk është duke ndodhur ndonjë negocim real. Ka takime, është e vërtet, mes Lumirit, Memblit, Bedriut, Ramushit, por nuk ka kur gjë konkrete, nuk ka asnjë hap tek i cili njerëzit do të mund të shpresonin se mund të kemi një proces politik të formimit të institucioneve pa Kurtin dhe vetëvendosin. Unë mendoj veç për me plotësu diskutimin prej aleancës, zoti Haradinaj ka thënë qartë asaj që është për formimin e qeverisë së opozitës, bile është bë gjeneroz në kuptimin që nuk do vendosim asnjë lloj kushti për të kriju kjo qeveri, natyrisht që roli i një partije që është më e vogla nga të dy tjerat, PDK-ja dhe LDK-ja, është në përkufizimin. Jemi këtu, jemi të gatshëm, nuk do hyjmë në çfarëdo lloj diskutimi me lëvizjen e vetëvendosit. Do të është një derë e hapur. Unë mendoj që edhe bisedat me PDK-n kanë qenë gjithashtu konstruktive në kuptimin e çatij alarmit të përbashkët. Edhe tash sigurisht që do të jemi në një fazë e cila kërkon si themi pjekjen e situatës normale për me dalë, që mos jetë më nivel i interpretimit të rritjes pazareve të individëve përbrenda partive politike, por të jetë formulim i një kornize qeverisë e cila ju përgjigjet pyetjeve që janë imediate, edhe janë urgjente realisht, janë të vënuara në krejt aspekte. Dhe unë mendoj që edhe kjo puna e çështjeve të nxehta të çështjes masave mund të zgjidhet shumë lehtë kur ke një shumicë që ka të madhe të opozitës tani në kapacitet. Masat haki nuk hiqen as për hatët Lumirit. Jo, absolutisht nuk hiqen. As Ramushit, as Albinit. Po unë thash që është çështje e plotësimit të kërkesave edhe kushteve të cilat na i ka vendosur Bashkimi Evropian. Pra, a do ta kemi na një qeveri që është në gjendje me plotësu ato kushte. Nëse do kosh në gjendje, masat nuk do të hiqen. Apo cilat janë kushtet, ta e di? Po, i dim cilat janë ato kushte. E para punës është draft statuti. Do rëndzamën më shumë se sa ato lidhet me përfaqësimin politik të serbëve të Kosovës në veri. Është çështja e veriut, që do të rihapet, edhe na do ta shohim se çështja e veriut nuk është zgjidhur përmes vendosjes së rendit publik atje. Sepse ajo çështje në fundit është politike. Pra një qeveri qoftë e udhëhequr nga zoti Bedri Hamza, ose Lumir Avdigjik, ose Ramush Haradinaj,
A ka përgjigje në këtë pyetje? Nëse nuk ka përgjigje këtë pyetje, ajo qeveri nuk mundet me funksionu. Ajo shpartallohet brenda një kohë shumë shkurt. Edhe një shpartallim i tillë çon ujë në mullirin e politik të zotit Kurti. Pra, për këtë po insistoj, nëse do të ketë një marrëveshje, pika e parë duhet me qenë marrëveshja se si do të veprojmë me çështjet urgjente që na presin në tavolinën kryesore të shtetit Kosovës, që është tavolina e kryeministrit. Nuk hiqen për hatër as Bedris, as Lumirit, as Ramushit, as Albinit. Hiqen veç kur i plotësojmë kushtet të cilat ne ka vendosur Bashkimi Evropian. Unë mendoj që përpara se me fol për këto që përmendi prova generale, këto janë çështjet në zemër të problemi, si më thonë është një çështje tjetër. Ne kemi një fitues relativ zgjedhur që është Lëvizja Vetëvendosje. Por Lëvizja Vetëvendosje, edhe kemi nevojë si shoqëri me hap këtë debat. Nuk është një parti e zakonshme. Është një parti populiste që udhëheq Kosovën tash e 5 vjet. Populizmi është një ideologji politike që i gryn edhe demokracitë më serioze, jo demokracinë tonë. Se pyetja është si ka fituar Lëvizja Vetëvendosje. Me këtë qeverisen, me shkelet kushtetutës, pa program, pa të gjitha. Ka fituar sepse është një parti populiste e cila e ka përdor qeverin për propagandë elektorale për 5 vite rresht. Qeveria e Kosovës që ke lënë 5, nuk ka qenë qeveri, ka qenë zyre propagandistike të Lëvizjes Vetëvendosje. Ky është një fakt shkencor si sillen partitë populiste. Dhe për këtë problem që sjell populizmi, botë profa e ka dhe ma nga të profesionit son, ka miliona e miliona që studime si me u përballë. Ne kemi një fatkeqësi që kemi një parti populiste në pushtet. Tani na e morëm si parti normal. Kjo nuk është parti normal. Kjo është një parti që do mishëm këtë vlerat mbi cilat u ndërtu ky vend, mbi të gjitha vlerat e rendit ton kushtetues dhe liberal. Në këto kushte kërkohet një sjellje tepër e motor. Dhe kur bot pyetja çka bën qeveria e opozitës për me heq sanksionet për i vendos marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, pika e referimit është si është sjell Kurti. Mendoj që është gabim. Kurti është sjell në mënyrën më të paduhur të mundshme. Ajo që ka bën në veri ka qenë sovranitet, ka qenë një lojë politike në kurriz sovranitetit edhe të armës të Kosovës, sepse zgjedhjet e reja kur të marrin vjesht kanë me u zgjedh serb, sepse serbët janë shumica dhe loja ka më mbaru. Kemi marrë sanksionet, Kurti ka sjell draftin më të keq për asociacionin Kosovës. Këto s'ja bën Bedri Hamza Kosovës. Unë nuk mendoj që Bedri Hamza do të bëjë ndaj mrekulli, por mendoj që Bedri Hamza do të jetë kryeministri i përgjithshëm, siç kanë qenë kryeministrat paraprak. Që nuk i ka pru gjama Kosovës, por i kanë pru meq. Tash nëse nisemi nga sjellja e Kurtit dhe mendojmë si do të dalin këta, mendoj që ky është premisa është gabim. Kurti është sjell në mënyrë totalisht abnormale. Si është sjell Kurti me politikën e jashtme të Kosovës tregon ai përgjigje që dul me komediant rus. E keni pojë çu shflet ai me njerëzit që bojnë me partner. Çaja është mënyra që ka komunikuar Kurti edhe me amerikanët dhe me europianët. Ky komunikim nuk ndodh dhe për një arsye. Hamza ka dhënë provën. Është prit në shtëpinë e bardhë, ende pa kon kryeministër. Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e mundur një diçka. Po them konkretisht përgjigjen për ato që tha profa. Drafti i asociacionit aktual për PDK-n i papranueshëm dhe juridikisht nuk është i obligueshëm për Kosovës. Draftin që ka pru Kurti me bëjnë. Juridikisht soi detyruar. Nëse unë them sot që na do ta zhbojmë marrëveshjen e 2013-s, unë jam tu të gënjur se s'është e mundur, as 2015. Drafti i BE-s është e mundur. Nuk do të ketë draft tjetër përveç atij. Nëse ka një qeveri serioze është e mundur. Unë nuk po them gjona që janë të pamundura juridikisht.